Peshores, të gjitha arsyet përse kjo shenjë është për t'u marrë shembull. Për 2 ditë futemi në sezonin e peshores, një prej shenjave më interesante të zodiakut. Peshorja është ndër shenjat më të vërteta, e uren gënjeshtrën dhe nuk fshihet pas tyre. Përkundrazi, në çdo situatë janë të drejtë për drejtë pasi nuk u pëlqen të shtiren. Peshorët janë gjithashtu shumë empatik dhe të ndjeshëm. Janë të aftë të vendosin veten në vendin e të tjerëve për arsyen e thjeshtë. Nuk janë egoist. Kjo shenjë e ajrit mund të duket shpesh sikur është në ajër, e deri diku është e vërtet. Sepse është shenja që luhatet, ndaj që të ndihet mirë kërkon një shpatull mbështetëse, por do të jetë gjithashtu një mbështetje shumë e madhe për ju, kur të keni nevojë për ta. Nëse njerëzit do të ndaheshin vetëm në 2 grupe, në ata që e shohin gjysmën e gotës bosh e në ata që e shohin gjysmën e gotës plot, padyshim, peshorja do të ishte pjesë e këtyre të fundit. Ata përpiqen fort të gjejnë një balans mes mërzitjes dhe buzëqeshjes. Peshorët janë pozitive dhe gjithmonë përpiqen t'i lumturojnë të tjerët, edhe pse vetë mund të jenë të trishtuar. Nëse janë të mërzitura ato, qëndrojnë vetëm, pasi e dinë që është e vetmja mënyrë ku mund të gjejnë paqe. Janë njerëz pozitiv që vlerësojnë dhe përpiqen të gjejnë të mirën në pothuajse çdo gjë. Jo vetëm që ata besojnë se mund të bëjnë gjithçka që mendojnë, por besojnë se mund ta bëni edhe ju. Peshorët vlerësojnë paqen dhe harmoninë mbi çdo gjë tjetër, ndërsa për buzin konfliktin, ata dinë të përcjellin një mesazh në një mënyrë të qetë dhe paqësore. Kjo shenjë ka aftësi unike për zgjidhjen e problemeve dhe di si të ndalojë çdo tension apo çdo temë negative rreth tyre. Argëtohen kudo që shkojnë dhe janë në gjendje të çmendin këdo me hijeshin e tyre dhe karizmën e tyre të lindur. Shfrytëzojnë pjesën më të madhe të të gjitha situatave sociale dhe mund të çaktivizojnë çdo situatë të sikletshme për pak sekonda.